Kreu i prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar Altin Tumani ka shkuar me urgjencë në Shkodër për të ndjekur nga afër një operacion të gjerë timor që po zhvillohet në kuadër të krimeve zgjedhore. Burime nga policia e Shkodrës bëjnë me dije se personat që po procedojnë penalisht janë anëtarë të shtabit elektoral të Partisë Social-Demokrate të drejtuar nga Tom Doshi. Operacioni që po kryhet në bashkëpunim me Byron Kombëtare të Hetimit, Policisë së Shtetit dhe Prokurorisë së Posaçme përfshin kontrolle dhe veprime hetimore në disa zona të qarkut Shkodër si Malësi e Madhe, Bushat dhe Mjed. Sipas burimeve zyrtare, procedimet penale janë të regjistruara nga SPAK në lidhje me veprat penale që lidhen me manipulimin apo cënimin e integritetit të procesit zgjedhor. Në terren, agjentët e BKH-s asistohen nga forcat operacionale dhe patrullat e Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër, ndërsa mbikëqyrja dhe koordinimi i hetimeve në këtë fazë po bëhet nga prokurori i SPAK Dritan Prençi, i cili është caktuar të ndjek çështjet që lidhen me krimet zgjedhore në këtë qark. Operacioni është ende në zhvillim dhe pritet që në orët në vijim të ketë informacion zyrtar mbi rezultatet e hetimeve.